Zonat malore në qarkun e Shkodrës janë përfshirë nga rreshtet Denoj Dëborës në aksin Hani Hoj Dogana Vermosh, ka pasur rresht depoj gjatë natës në lartësi mbi 1 metër, 2 borë pastruese në terren dhe nuk ka probleme në qarkullim. Edhe në aksin Bok-Theth, bora ka vazhduar pothuajse gjithë natën dhe aktualisht po bie me intensitet. Trashësia ka kaluar 40 cm dhe po punohet me forcë dështuar për të siguruar qarkullim të pandërprer. Përsa i përket situatës së rreshtë të shiut në bashkinë Shkodër, situata paraqitet e qetë, nuk raportohen probleme energji elektrike, rresht kanë vijuar gjatë natës me intensitet mesatar, momentalisht nuk janë evidentuar problematika. Në bashkinë Malësia e Madhe, rresht të shiut kanë vijuar gjatë natës me intensitet mesatar, nuk raportohen probleme nga kjo bashki. Në rrugën e dëmtuar mbi Perrojën e Thatë, fshati Kamic, njësia administrative qendër, është planifikuar që sot të hidhen disa kamion me zhavor. Në bashkinë Vauides, rresht kanë vijuar gjatë natës dhe vijojnë aktualisht me intensitet mesatar. Në fshatet e njësive administrative Vignel dhe Shlak mungon energji elektrike. Në bashkinë Puk vjen rresht të Borës me intensitet mesatar, nuk raporton problematika.